Marko Nervisha, jam student finance. Dhe pa duhet të duke më parë juve në syre dhe duke ju akuzuar se jeni martuesi më i madh të vend. I madh. Dhe unë do t'i argumentoj binjet e mia. Së pari, është faqe sepse ne tani jemi student, nuk kemi më dele, ne kuptojmë gjërat se si janë. Mbarove. Nuk e di çfarë përgjigje kam. Mbarove. Mbarove. Fal. Jo, s'ka falje, mbarove. Se ju jeni i fortë në këtë vend, më fal nëse ashtu. Mbarove. Ju jeni i fortë këtu. Ha. Tani fëmijët ç'është e vërtetë, nuk kanë më frikë nga gogoli. Nuk kanë më frikë. Kanë frikë nga ju, sepse dëgjoj prindërit e tyre që thonë, o po Rama na rriti taksat, o po Rama na bëri këtë, o po Rama na bëri këtë, edhe fëmijët e vegjël presin kush është Rama, kush është Rama. Jo po, erdhi Rama thon. Ke fëmijë apo akoma? Jo zoti kryeministër. Okej. Pra me fjalë, keni bërë me popullin, me ne që ndoroni korrekt. Jemi student, jemi e ardhmë e këtij vendi. Nuk e meritojmë këtë shfaqje të ndyrë, siç bërte Top Show apo në për çfarë po bëni ju? Vazhdo, mbarove. Mirë. Besoj se jam i lumtur nëse nuk përshkattohem sepse ju keni bërë komunizëm këtë vend, e keni bërë. Do jemi lumtur. Është qartë. Mbarove. Shumë faleminderit zoti kryeministër. Dëgjoj pak, rrugaçëria nuk është trimëri, është rrugaçëri. E para, ti merr fjalën dhe thua ti je mashtruesi më i madh. Këtë e kam dëgjuar unë nga ata që dëgjon ti. Por kur s'ke dëgjuar dhe kur s'do dëgjosh nga unë nga këto akuzat rrugaçërore. Dhe as nuk më intereson fare kjo pjesë, fare. Bile kam thënë të kundërtën. Sepse ka qeveri demokratike që thonë, ç'a keni ju? Jeni çuar në protest? Po. Keni nxjerrë 8 pika? Dakor. Kthehuni në mësim tani, edhe hajde flasim për 8 pikat. Ose ndryshe të fusin ujin me presion që mos dish ku të shkosh. Ka qeveri demokratike që e bëjnë në Francë këtë gjë. Në Francë. Kam parë unë vetë me sytë e mi në Francë universitetet që çojnë edhe i fusin ujin me presion edhe i çojnë të lagur në përklasë. Kur kërkojnë qiqra në hell. Por ulë mos e kam pyetje retorike, ulë. S'ke çan numëron ti mua. Dhe fundit që po të them ty që ta dish, ta dëgjosh. Po tisha unë, ai kryeministri që keti në kokë, unë s'vija fare këtu, s'ke nevojë fare. Ç'do vi? Po tisha unë ai kryeministri që ti ke në kokë që të bëja plotësimin e këtyre pikave, sipas mendjes time me kisha bërë. Ç'se bëj? Se duhet të shuaj protestën tënde, pse nga ty kujton ti se